Apo ju kujtohet rruga Arif Shala në Krush të Madhe. Reportazhin e parë ku mbo me 26 maj ka qenë gjendje skandaloze. Që këshërën i pomjet. Opa. Se sa është në qitë gjendje që shtu? Na kemi dalë kënë shpia që 8 vjetë njëjtë është. Që 3-4 kërra jem ka i prishi, në për që rrugë ty kalu. Kur kom shku të drejtori e urbanizmit, zëti Albner Mulla Abazi në komunën e Rahovecit, më ka thonë që brenda pak ditëve kanë me fillu punimet në teren, edhe une normalisht kom dalë mas disa ditëve, edhe për një me pa të ndalë me intervenu, po këshërën i tash kam ka thonë, kur e kom pyt, kur kryhet, kur materializohet projekti i kësoj rrugë 1 kilometrshe. Diku ka shtatori besem që veç ka me përfundu. Deri në shtator ka me përfundu. Tash na jem me 29 shtator, do me thonë, edhe ko marrë të rruga me këqyr a është në bajt fjalla, që rruga Arif Shala, që po e sheni e pa asfaltu me njerëz, qka është bo, është zgjeru rruga, është tru zhavar, sepse ka qenë, do me thonë, nuk besoj që është tru zhavar këto nejherë, ma herët, ka qenë gjendje të mërshme, si do qoftë, mungën asfalti, edhe në fund shtatorit, prej majit, kur kemi raportu për herë të parë, para mendojeni tash. Kjo është rrugë në për cilën kalojnë shumë banor për shkak se ka shumë shtëpi për rreth, kur jeni atë shtëpijat mos harroni të Vargu i Blert, po Zhegu Brothers, vizitojeni gjithçysh ka super oferta, nuk kanë me qenë shumë gjatë që ato super oferta, shumë pak pare kime jam start, pjesën tjetër e paguni me këste, siguroni me vizitu, se s'ka asfalt, lind pyetja, kur e kemi marrë datën, kur na ka premtu që në shtator përfundohet. Kur kanë ndalu punimet këto? Këtu kanë ndalu, si e kanë shtru me gurë dhe me zhavar, mo nuk ka orë këtu kush me këshër as shka bo, as te ka bo. Si u shtru me zhavar? A kur u shtru me zhavar brenda pak ditëve? Mrena pak ditëve kur ti ke orë këtune. Muj me thanë mrena javës në shtanë. Mrena javës, do me thonë... Shumë janë 14 ditë me thanë. Prej qershorit, do me thonë, s'ke po këto... Absolut, këtu s'ka orë kërkush, me këshër. Ne qytetar në Krush të Madhe na pa të bo reportazh këto, na nderej me 2 tabla vo, pas ka ferm, okej, po ishti nge pek qito. Shout out qytetarëve të Krushës të Madhe, 2 tabla vo na ka jap. Qysh po e shoh qët urë e pas kanë vendos të re, me pas qarkullim atlet, kjo ka qenë kjo tjetra, si të qoftë kjo po do këtë me gjonë. Na qëtashti kena me shku te komuna e Rahovecit, edhe me lyp drejtorin e urbanizmit, edhe me pyt pse nuk është tru asfalti, pse kanë ndalu punimet aq herët, edhe qysh është plani i komunës matutje për këtë rrugë. Ta dhim prej heras kalume kur e keni vizitu rrugën, në maj nëse nuk ka vaj, e keni po që kanë ndryshu pjesa, trupi i rrugës është ndërtu, aty ke ndërtu edhe 1 urë në atë pjesë. E posh, po, e qëtëm për është ndërtu edhe infrastruktura nëntoksore për instalimit e rjetit dhe kanalizimit, por kemi mbetur vetëm tek asfaltimi i rrugës, për arsye se nuk kem ujtë me bo, janë rjeti i Kecit, janë 4 shtyllët që kem kërku me i zhvendos, por nuk jam arrit d'akordim ende me Kecin për me i zhvendos këto shtyllët. Rruga pret veçëm shtresën e funit zhavorit edhe asfaltimin. Trupi rrugës është i gatshëm i tëri për asfaltim, por e kemi pengesën tek shtyllët cilët duhet mu zhvendos në një pjesë. Çfarë pengese ju bën Keci saktësisht? Po nuk kem ujtë me arrit d'akordimin për me zhvendos shtyllët. Do me thonë është krejtësisht përgjegjësi e Kecit ashte, me i largu shtyllat aty. Sa kohë ju duhet juve prej momentit kur intervenon Keci aty me i largu shtyllat deri në asfaltim? Në moment që largohen shtyllat, varësisht për kushtave atmosferike, nëse nuk kemi të rreshura, rruga mund të asfaltohet brenda 10 ditë. Njerëz, qysh po e sheni, kam problem me largim të shtyllave rruga Arif Shala, na qa kena me botash,
kena me kontaktu me kecin edhe me këqyr se po marrin që ka qko me intervenu. Është obligimi tyne, normalisht. Na kena me kontaktu tash zëdhënësin e kecit, zotin Lulzim Krasniqi, e dini eksperiencën që e kena pas të shtylla të tranziti i ri, vazhdimisht ka pas vonesa, zhagitje, qoftë prej komunës, qoftë prej kecit, po shpresoj shumë që nuk ka me pas eksperiencë të njëjtë edhe të rruga në fjallë, na po i shkrujmë, po ja dërgojmë dhonat Lulzim Krasniqit, edhe në momentin që e kemi një përgjigje prej ti, qoftë gojaresht, qoftë me shkrem, e bashkan gjitëm këtë storja. E kena prit kecin prej djeshit, dje e kena gjiru me të 29-in, sot është i 30-ti, edhe ma më fond erdhen me një përgjigje, kënë të ma shkru, zëdhën se i kecit zote Lulzim Krasniqi, unë po e telefonoj. Keci është pajtu së fundmi që të bëj punët elektrike që kërkohen pasi që komuna të ketë realizuar punët ndërtimore, do të hapjen e gropave, pastaj vendosin e gypave. Në momentin që komuna i kryen këto punime, atëherë keci do të bëj punët elektrike. Do me thonë hapjen e gropave të shtylla, për shkak se aty s'ka, është xhavar, do me thonë, nuk ka asfalt. Po, Komuna duhet të bëj punët ndërtimore. Çka do që ka të bëj me punë ndërtimore, duhet t'i kryej komuna, ndërkaq porsa komuna t'i kryej ato, keci do t'i bëj punët elektrike. Arsyeja pse po të them, pse po insistoj është për shkak se unë isha te drejtoria e urbanizmit aty edhe fola me drejtorin, i cili na tha se keci në fakt nuk ka intervenu, për ata nuk kanë mujt me asfaltu rrugën. Keci s'ka intervenu sepse nuk është diskutuar kjo çështje fare. Okej, faleminderit. Na tash po kontaktoj me drejtorin edhe po e njoftojmë. Tash ti keci po thotë që në fakt është përgjithësi e komunës me kriju infrastrukturën e nevojshme për intervenim, çka do qoftë ajo. Tash na po kontaktojmë prap me Albënër Mulla Abazin, me cilin folëm djen intervistë, i cili na tha se keci në fakt, puna e kecit e kalon pezull asfaltimin e asoj rruge. Po thiri direkt kështu me kamerë për shkak se unë sa e mora një përgjigje prej kecit. Çka po na thojnë keci Albënër është që ju doni me kriju infrastrukturën e duhur për ndërhyrje aty. Tha e din drejtoria çka duhet me bo me i hap gropat. Janë të hapën gropat nëse kur ke dalë dje me video, ke mujtë edhe me pa. Gropat janë të hapëne, do me thonë. Janë të vendosur, veç shtyllat ka mu parë tjera, mu vendos për kecit. Gropat janë të hapëne, janë betonume. Okej, jo, a kontaktoni me kecin Albënër, a keni fa raporti kështu institucional me ta? Raport me kecin kem, po kur po bot të ndërhyrja me ta është shumë problem. Është për shkak se Lulzimi, zëdhënësi, më tha që në fakt është puna, na po e presim komunën, na tha, me i kryu ato gropimet e veta, unë i tregova që unë isha të ti paraprakisht, dhe në fakt, ju na tha që ka me të pezull asfaltimi për shkak se keci. Për shkak është vendose shtylla për e keci. Po, mirë po tash, keci po thot që do të me u kryu aty infrastruktura e nevojshme. Për hapje ti po thu që veç është kriju infrastruktura e nevojshme. Janë 4 shtylla që kam është vendosë për një vete. Na edhe në takim kër e kom pas me kecin, i kom propozu që kompania me kry komplet punën, veç që ta me ne mundësu me ndalë rrimën. Qysh po e sheni njerëz, është tepër problematike ku do që është involvu me keci kështu, gjithmonë është loja e fajit, blame game, hera nej, her kënej, ju kujtohet eksperienca që e kum pas me shtyllën elektrike në Prizren, do me thonë, është çështje keq komunikim, ose refuzim komunikim, do me thonë një email këtu krym punë. Janë bo punimet, janë hap gropat, a i po thot do të mu hap gropat, po do këtë sikur është një tokë që atje në Amerikë dikon, ku është e pakalushme, e pa arreqme do me thonë, edhe e pa verifikushme. Është shumë e thjesht, shpresoj që Albënori tash kome na nis fotot, normalisht na kena mja nis prap kecit nesër mas larti edhe me njoftu që në fakt janë hap gropat.
Tashti kur po intervenon këtë si ka me qenë pyetja e radhës e jamja për ta. Për ndryshe unë jam burim pacolli mos harroni, me që ta mërëm gjenin këtë platformat ku do që jeni jo prezent, jam edhe unë